تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد. Gjithë lavdia i takon vetëm Allahut, ata e lavdrojmë dhe i shprehim lavdi, prej tij kërkojmë ndihmë dhe prej tij kërkojmë falje. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Ka udhëzon Allahu s'ka kush e devion dhe ka e devion Allahu s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej o Zoti ynë ti je lartësuar dhe i pastër nga çdo emet. Ne nuk dim asgjë posa asaj që na ke mësuar ti, në të vërtetë ti je gjithdituri i urti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë të rësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Vazhdojmë me këto mësime që i marrim nga libri Allahut subhanahu wa ta'ala dhe nga dietarët e tefsirit që kanë përmendur për kuptimet e tyre. Allahu i mëshiroft ata dhe i falt, na falt ne prindrit tanë dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtarët, të gjallët dhe të vdekurit. Kemi arritur deri te ajeti 16 i surës Al-Mulk, ku Allahu i lartësuar thot: "A amintum man fis samai an yakhsifa bikum al-ardha fa idha hiya tamur." Do të thonë, a ndjeni të sigurt, a mos jeni të sigurt se ai që është në qiell nuk do t'ju shemb tokën dhe do ta shihni atë duke u vërtitur. Do të thonë, ky ajet vjen pas ajeteve të cilat u përmendën për mrekullitë e krijimit dhe si Allahu subhanahu wa taala i ka krijuar qiellin dhe tokën, edhe si ka në këtë tokë besimtar dhe mosbesimtar, dhe përmendet se siguria e jetesës në tokë është me dhuntinë e Allahut dhe me mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Se përndryshe po të kishte dashur Allahu, do ta kishte rrotulluar këtë çështje dhe do të kishte ndryshuar çdo gjë. Toka do të ishte bërë e papërshtatshme për jetesë, do të ishte shembur ose do të kishte gëlltit ato që janë mbi të, edhe nuk do të kishte qenë stabile kështu, por do të kishte qenë duke u rrotulluar dhe duke u përplas, domethënë, edhe atëherë nuk do të kishte pas jetesë në tokë, por me mirësinë e Allahut dhe me mëshirën e Allahut, Allahu e ka bërë, domethënë, tokën të qetë dhe të përshtatshme për jetesë. Gjithashtu u përmend më herët edhe mirësia e atyre që besojnë dhe gjithashtu kërcënim për ata që nuk besojnë. Edhe prandaj këtu përmendet edhe ky paralajmërim, domethënë edhe për sigurinë në tokë. Pasi rezultati i keq ose dënimi që është rezultati i mosbesimit vjen edhe në ahiret, mirë po ndonjëherë vjen edhe në tokë, gjithashtu në jetën e kësaj dunjaje. Prandaj duhet të përkujtohen njerëzit për këtë shkak është përmendur, domethënë, ky ajet si lloj i kërcënimit. Pra Allahu thot: "E amintum", domethënë, a jeni të sigurt ju, apo ndjeni të sigurt ju o mosbesimtar, se Allahu që është mbi qiell, domethënë nuk do t'ju shemb tokën, ose nuk do t'ja, domethënë, si jeni të sigurt që patjetër Allahu t'ju mbaj tokën këtë mënyrë që ju ka dhënë dhe ju ka mundsuar të jetoni në të, dhe a mendoni se nuk ka mundësi që të ndodhë që Allahu t'ju dënojë në këtë tokë, domethënë, për shkak të kufrit tuaj. Edhe kjo është përmendur në ajetet shumta. Në ajetet të tjera ka thënë Allahu i lartësuar: "Qul huwa al-qadiru ala an yab'atha alaykum 'adhaban min fawqikum aw min tahti arjulikum." Domethënë, thuaj, Allahu është i fuqishëm që t'ju sjell dënim prej përmbi
domethënë t'ju lëshoj dënimin prej lart, ose t'ju sjell dënimin poshtë këmbëve tuaja. Domethënë vjen dënimi duke u dridhur toka, ose duke u çarr, duke u shembur toka, ose vjen dënimi prej lart me llojet e dënimit që kanë ardhur te popujt të ndryshëm dhe ka mundësi edhe të vinë. Po ashtu ka thënë Allahu: "Afa amina alladhina makaru as-sayyi'ati an yakhsifa Allahu bihimul ard." Domethënë a janë sigurt ata që bëjnë vepra të këqija, ata që bëjnë të këqija, domethënë prej kufrit dhe llojeve të tjera të mosbindjes, a mendojnë se janë sigurt që Allahu t'ju shem tokën, domethënë au ya'tiyahumul adhabu min haythu la yash'urun, ose që mund t'ju vi dënimi prej nga nuk e kanë menduar ose nuk e kanë ndjerë se mund të vijë. Gjithashtu ka thënë Allahu: "Afa amintum an yakhsifa bikum janib al-barri aw yursila alaykum hasiban thumma la tajidu lakum wakila." Domethënë, a jeni të sigurt se Allahu nuk do t'ju shemb një pjesë të tokës, të dheut, ose se nuk mund t'ju dërgoj stuhi të fuqishme, ose pastaj nuk do të keni mundësi askund të gjeni mbrojtës prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Domethënë këtë ajet është për qëllim ky kërcënim edhe ky përkujtim. Domethënë që njerëzit ta kujtojnë fuqinë e Allahut dhe se janë vetëm në këto të mira prej dhuratave të Allahut edhe prej mirësive që ua ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala robërve të tij dhe prej mëshirës së Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe ajeti vijues në surën Mulk thot: "Am amintum man fi s-samai an yursila alaykum hasiban fasata'lamuna kayfa nadhir." Ose mos jeni të sigurt se ai i cili është në qiell nuk do t'ju dërgojë një stuhi dhe atëherë do ta dini se si është paralajmërimi im. Do të thonë, gjithashtu edhe në këtë ajet thot Allahu e përmend veten e tij të lartësuar me për emër, do të thonë ai i cili është në qiell, do të thonë mund t'ju ashem tokën në ajetin paraprak, edhe në këtë ajet mund do të thonë t'ju dërgoj stuhi, dhe fjala hasib do thotë stuhi e fuqishme me erra të fuqishme që bartin edhe gur, do të thonë që bartin guraleca që janë, do të thonë në mënyrë e shkatrimit, siç janë shkatruar popujt të mëparshëm. Do të thonë, a mendoni se Allahu nuk mund t'ju sjell dënime të këtilla, t'ju sjell erë me gur që t'ju shkatrojë me to? Fasata'lamuna kayfa nadhir, do të thonë, do ta dini, do ta kuptoni mirë se si vjen dënimi im, si është paralajmërimi im dhe si është përfundimi i atij që nuk beson në Allahun subhanahu wa ta'ala. Do të thonë, kanë ardhur disa dënime, do të thonë si shenja të dukshme që kanë ardhur popujve të mëparshëm, edhe po ashtu her pas here vinë argumente nga Allahu subhanahu wa ta'ala që janë si përkujtim, do të thonë vinë argumente të lloj-llojshme, vinë erra të fuqishme, stuhi, do të thotë vinë rrëmbime, shi, do të thonë me përmbytje, vinë tërmete, vinë smundje gjithëpërfshirëse, do të thonë gjitha këto janë përkujtim për njeriu se sa i dobët është njeriu. Përndryshe, përderisa është njeriu në atë rehatin dhe në atë mirësinë që ja ka dhuruar Allahu subhanahu wa taala, fillon dhe i rritet mendja, edhe mendon se është më i fuqishmi, edhe nuk ka mundësi askush ta mposhtë. Prandaj her pas here Allahu dërgon shenja që ta përkujtoj njeriu se sa i dobët dhe sa i vogël dhe sa nevojtar është për Allahun subhanahu wa taala. Edhe nëse nuk është mbrojtja e Allahut, atëherë njeriu zhduket dhe shkatrohet në atë moment. Edhe prandaj në raste të këtilla i sheh se edhe mosbesimtarët më të mëdhenj, më kokfort, edhe ateiste, atëherë fillojnë të drejtojnë Allahut subhanahu wa taala. Edhe mushrikt, si ka përmend Allahu, kur u ka dërguar stuhin det, atëherë e kanë veçu Allahun subhanahu wa taala me adhurim. Edhe e kanë bërë lutjen të pastër vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Pastaj kur kanë dalë në tokë, edhe kanë menduar se janë të sigurt, do të thonë mendojnë se
janë sigurt se tani nuk ju vjen asnjë lloj ndëshkimi, atëherë kanë vazhduar me shirkun e tyre. Ose të tjerë vazhdojnë me ateizëm, vazhdojnë me mosbesim. Mirë po i mençur dhe fitimtar edhe i lumtur është ai që përkujtohet kur vijnë argumentet edhe përmirëson vetveten. Dhe prandaj në vazhdim në ajetin vazhdues vijues ka thënë Allahu subhanahu wa taala wa laqad kadhaba alladhina min qablikum fa kayfa kana nakir. Domethënë edhe të tjerë para jush kanë përgënjeshtruar. Pra ju drejtohet mushrikëve që nuk e kanë besuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe ka thonë edhe popuj tjerë para jush kanë përgënjeshtruar, kanë qenë këmbgulës dhe kanë qenë mosbesim, siç është populli i Nuhit, Adi, Thamudi, populli i Lutit, populli i Shuaibit, populli i Faraonit, domethënë dhe popuj të tjerë, mirë po këta popuj që përmenden më shumë kanë qenë rreth Mekës dhe rreth gadishullit arabik. Edhe shumë prej mushrikëve dhe kanë pas njohuri për realitetin e tyre, i kanë pa vendbanimet e tyre si janë shkatruar, vendbanimet fuqishme, domethënë ata që i kanë bërë malet edhe shkëmbinjt i kanë bërë shtëpi. Edhe faraoni që ka ndërtu domethënë një civilizim edhe një lloj të ndërtimit të çuditshëm që deri sot ata hulumtuesit dhe shkencëtarët habiten, domethënë me mënyrën e ndërtimit edhe teknologjisë që kanë pas, mirë po janë shkatru. Domethënë gjitha këto kanë qenë rreth këtyre popujve të gadishullit arabik që i kanë pa këto argumente, prandaj përkujtohen më shumë, domethënë përmenden këto. Pra thot Allahu këtu në përgjithësi në këtë ajet wa laqad kadhaba alladhina min qablikum. Domethënë kanë përgënjeshtruar, kanë mohuar edhe ata që ishin para jush. Mirë po, fa kayfa kana nakir, pra shihni se si ka qenë dënimi im ndaj tyre, dhe ta shihni se si kanë përfunduar ata. Si është në ajetin tjetër, ka thënë Allahu wa in yukadhibuka faqad kadhabat qablahum qawmu Nuhin wa Adun wa Thamud. Domethënë nëse këta nuk të besojnë, të mohojnë, të përgënjeshtrojnë domethënë ty, dije se kanë mohuar para tyre edhe populli Nuhit, Adi, Thamudi, wa qawmu Ibrahima wa qawmu Lut, gjithashtu populli Ibrahimit, populli Lutit, wa ashabu Medjen, edhe banorët e Medjenit, populli Shuaibit, wa kudhiba Musa, edhe gjithashtu është përgënjeshtruar, është mohuar Musai, alayhi salatu wassalam, fa amlaytu lil kafirin. Edhe thot Allahu u dhash afat mohuesve, këtyre mosbesimtarve. Pra u dhash një kohë, thumma akhadhtuhum, pastaj i mora, domethënë me dënimin. Fa kayfa kana nakir, pra si ishte ky mohim, domethënë ose ky dënim që erdhi nga Allahu, si ishte për ta. Pra kjo është formë e pyetjes për madhrim të çështjes. Domethënë ju e shihni se si kanë përfunduar ata, që kanë qenë më të fuqishëm se ju, edhe më të përparuar, me zhvillime më të çuditshme se ju, por si ka qenë përfundimi i tyre. Po ashtu thot Allahu i lartësuar, kadhabat qablahum qawmu Nuhin wa Adun wa Fir'aunu dhul autad, domethënë edhe para tyre ka mohuar populli Nuhit, Adi, Faraoni, që ka pas, domethënë Faraoni me shtylla të mëdha, domethënë me ato ndërtesa të fuqishme, wa Thamud, po ashtu fisi ose populli Thamud, wa qawmu Lut, populli Lutit, wa ashabul Eika, ulaika al-ahzab, domethënë gjithashtu edhe banorët e Eikës, domethënë gjitha këto grupe, gjitha këto popuj, gjitha këto parti, in kullun illa kadhaba ar-rusula fa haqqa iqab. Domethënë të gjithë këta i mohuan të dërguarit, i përgënjeshtruan të dërguarit dhe u zbatua mbi ta dënimi im. Domethënë edhe i shihni prandaj Allahu i lartësuar ka urdhëru që të ecim nëpër tokë, edhe t'i shohim edhe popujt e mëparshëm si kanë qenë, domethënë e sheh zhvillimin e tyre dhe përfundimin e tyre, që mos mendoj asnjë njeri se ka arritur fuqi të tillë që nuk mund ta ndal Zoti i tij subhanahu wa taala. Domethënë Allahu i lartësuar
është i gjithfuqishmi dhe është mbi të gjitha krijesat e tij, edhe nuk janë këta të partë që kanë arritur zhvillim ose fuqi. Ka pas edhe popuj të mëparshëm që kanë pas edhe më shumë zhvillim, që kanë qenë edhe më të fuqishëm, mirë po, Allahu subhanahu wa taala me ushtritë e tij të fuqishme që janë dukur si krijesat më të dobta. Domethënë dikujt i ka dërgu edhe insekte, dikujt i ka dërgu shpezë, dikujt domethënë si përmenden këtu shpezët më vonë, i ka dërgu erë, domethënë përmes ajrit, do thotë janë shkatruar, ose përmes ujit. Do thotë në këtë mënyrë fuqia e Allahut është e papërballueshme, nuk ka mundësi dikush prej krijesave të i përballoj ose të thotë se tani ka arritur një moment fuqisë që nuk mund ta ndal Allahu i lartësuar. Mirë po, Allahu u jep afat njerëzve, edhe i duron, domethënë, dhe durimi i Allahut subhanahu wa taala është i madhrishëm, domethënë ndoshta kalojnë 100 vjet ose 1000 vjet edhe nuk vjen dënimi. Edhe mashtrohen njerëzit me këtë, mendojnë se kjo, domethënë, nuk ka mundësi ti mposht askush, mirë po kur të vije, do thotë papritmas, atëherë nuk ka asgjë që e ndal fuqinë e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj në ajetin tjetër, thotë Allahu i lartësuar: "Awalam yaraw ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidn ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli shay'in basir." Domethënë, a nuk i shohin ata shpezët? Domethënë, kjo është një prej argumenteve që janë në jetën e përditshme të njerëzit. Prandaj domethënë tani kalon në argumentim me këto fenomenet e dukshme dhe të përditshme që i sheh njeriu çdo ditë. Edhe një prej këtyre janë këto kafshët si jetojnë. Edhe prej llojeve të shtazve ose të gjallësave janë argument i fuqishëm shpezët, si i ka kriju Allahu subhanahu wa taala. Domethënë awalam yaraw ila at-tayri. Pra pse nuk i shikojnë shpezët si çfarë krijese e çuditshme është që e ka kriju Allahu subhanahu wa taala, që janë mbi ta fawqahum, domethënë awalam yaraw ila at-tayri fawqahum. Domethënë nuk i shohin shpezët mbi ta saffatin wa yaqbidn. Domethënë që i kanë i zgjatin krahët, i lëshojnë ose i drejtojnë krahët dhe i mbledhin. Domethënë fluturojnë në forma të ndryshme. Fluturojnë vetëm me hapjen e krahëve, disa fluturojnë me hapje dhe mbledhje. Edhe kjo është prej argumenteve të Allahut subhanahu wa taala. Edhe por është përmendur në veçanti, janë përmendur shpezët, domethënë, në veçanti, pasi mushrikët e Mekës gjithashtu e kanë pa një popull si është dënuar përmes shpezëve. Pra shpezët edhe pse e kanë këtë formë të çuditshme dhe funksionim të çuditshëm, në krahasim me njeriu duken si krijesa më të dobta, si gjallësa më të dobta. Mirpo ju ka sjell Allahu subhanahu wa taala një ushtri prej ushtrive të tij, që kanë qenë prej shpezëve të vogla edhe të dobta, mirpo me atë i ka shkatruar ata popullin e elefantit që kanë ardhur për rënimin e Mekkës, edhe për rënimin e Qabës dhe për shkatrimin e Mekkës. Pra Allahu ka dërgu shpezët, tajran ababil, domethënë ja ka dërgu këto shpezë që kanë pas nga 3 gurë secili prej tyre, në këmbët e secili në të 2 këmbët dhe në sqepin e tij nga një gurë, dhe nga një gurë ja ka lëshu secilit ushtar. Edhe ai guri e ka shkatruar, domethënë nga koka deri te këmbët. Prandaj Allahu subhanahu wa taala përmend këtë si argument, edhe për kujtim për mushrikët e Mekës. Pse nuk i shikojnë shpezët që janë mbi ta, domethënë që i shtrinë dhe i mbledhin krahët. Si është edhe në ajet tjetër, ka thënë Allahu: "Alam yaraw ila at-tayri musakhkharatin fi jawi as-sama'i ma yumsikuhunna illa Allah." Domethënë nuk i shikojnë shpezët që janë të nënshtruara në hapësirat e qiellit. Ato nuk i mban askush përveç Allahut. Edhe në këtë ajet surës Mulk, ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Domethënë nuk i mban ato askush përveç
të gjithë mëshirshmit subhanahu wa ta'ala. Do të thënë nëse kishte dashur Allahu, shpesë nuk do të kishin mund të fluturojnë në për hapësirë. Edhe gjithashtu i ka përmendur Allahu edhe anijet, nëse do Allahu i ndal edhe mbeten në atë vend, do të thënë i ndal të gjitha rrymat e ajrit edhe të ujit e kështu me radhë, nuk mund të lëvizin, edhe shpesë gjithashtu nuk do të kishin qëndru në për ajër, nëse nuk i kishte mbajt Allahu subhanahu wa ta'ala. Innehu bi kulli shay'in basir, do të thënë Allahu është gjithë shikues për çdo gjë. Do të thënë i sheh krijesat e tij dhe nuk mungon prej shikimit të tij asnjë prej krijesave, edhe asnjë prej lëvizjeve të tyre ose veprimeve ose përshpëritjeve të tyre. Do të thënë Allahu është që sheh çdo gjë dhe ai është mbikëqyrësi, sunduesi dhe ai është që i kontrollon krijesat e tij. Ti kthehemi edhe njerë në fillim ajeteve që do të thënë këto ajete që i lexuam, ku thot Allahu a amintum men fis sama. Do të thënë a jeni të sigurt se ai i cili është në qiell. Do të thënë këtu ky ajet është argument i qartë se Allahu është lart mbi krijesat e tij. Dhe argumentet për këtë janë të shumta, do të thënë në aspekte të shumta, ku përmendet vetëm lartësia e Allahut, përmendet emri i Allahut, El-Ali ose El-A'la, më i larti, dhe përmendet sikur në këto ajete se Allahu është në qiell, përmendet në ajete të tjera se Allahu është mbi arsh, që qëndron mbi arsh, dhe se Allahu është lart fawqahum, për shembull ku përmenden me lajket, do të thënë se ata i friksohen Allahut që është mbi ta. Dhe në ajete të shumta, do të thënë në aspekte të shumta përmendet kjo cilësi e Allahut se është më i larti dhe është mbi krijesat e tij. Kjo është e qartë në librin e Allahut dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu në këtë kuptim për në qiell ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Kjo është hadith që transmeton Buhariu dhe Muslimi. Do thot si nuk më besoni mua kurse un jam besniku i atij që është në qiell. Gjithashtu thot është transmetuar se Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallahu anhu i ka rënë shuplak robreshës së tij një herë, pastaj është pendu për këtë, edhe ka pasur që ka gabuar, atëherë ka shkuar te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ta pyetur se si të shpaguhet nga ky gjuna ose nga ky gabim. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka thirrur atë robreshën edhe e ka pyetur: "Ein Allah?" Ku është Allahu? Pra i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka pyetur ku është Allahu. Dhe kurse ka për njerëzve të devijuar sot që thonë nëse i pyet ku është Allahu, do të thënë si është besimi yt në lidhje me këtë, fillojnë tallën, thonë këta njerëz nuk e dinë ose e kanë humbur Allahun ose kështu, por realiteti është se ata e kanë humbur Allahun dhe nuk e dinë ku ekziston Allahu subhanahu wa taala. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thotë robreshës ku është Allahu dhe ajo thotë fis sama, do të thënë në qiell. Qala man ana, pastaj ka thënë kush jam unë? Ka thënë anta rasulullah, ti je i dërguari i Allahut. Atëherë i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra Muawiya ibn al-Hakam as-Sulamiyut, i ka thënë liroje se ajo është besimtare. Do të thënë shpagimi për atë goditjen me shuplak, do të thënë do të jetë lirimi i saj. Por qëllimi i këtij argumenti është se robresha është përgjigjur që Allahu është në qiell dhe Muhamedi është i dërguari i Allahut, edhe atëherë me këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka miratu besimin e saj. Po ashtu në hadith tjetër ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Do të thënë mëshiruesit i mëshiron i gjithë mëshirshmi. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Do të thonë, mëshironi ata që janë në tokë, që t'ju mëshiroj ai i cili është në qiell. Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe argumentet tjera, do të thonë gjitha këto argumente që vërtetojnë se Allahu është lart mbi krijesat e tij,
dhe qëndron mbi arshin e tij, i cili arshi është kupolla e gjitha krijesave ose kulmi i gjitha krijesave dhe mbi të gjitha krijesat tjera, mbi shtatëqiet dhe mbi kursinë, do të thonë është arshi dhe mbi arshin është Allahu i gjithfuqishëm. Një prej argumenteve është ky ajet, e amintum men fis sama. Do të thonë a jeni të sigurt, do të thonë për atë që është në qiell, ai i cili është në qiell. Dhe ky është një prej argumenteve, do të thonë argumentet janë të lloj-llojshme, të shumta, që tregojnë se Allahu është lart mbi krijesat e tij. Por mohuesit e kësaj cilësie si i përgjigjen këtij ajeti. Thonë këtu thot fis sama, në qiell. Pra në gjuhën arabe fjala fi, do të thonë si thon ata, fi do thot në, që do të thonë brenda. Dhe kur thuhet për diçka se është brenda, do të thonë ajo në të cilën është që e përfshin dhe e kufizon, do të thonë ose e mbulon nga të gjitha anët. Pra kur thuhet uji është në gotë, do të thonë se gota është më e gjerë edhe e ka përfshirë ujin nga të gjitha anët. Do të thonë ky është kuptimi gjuhësor thonë. Edhe sipas kësaj, do të thonë nëse themi se Allahu është në qiell, atëherë do të thotë se qielli është më i madh se Allahu, edhe që e përfshin Allahun, edhe e mban Allahun, edhe kjo është batil. Do të thonë nuk mund të thuhet. Atëherë Kurani nuk sjell ndonjë kuptim që është batil. Prandaj duhet ta ndryshojmë, domethënë. Pra nuk është kjo domethënë se nuk e ka kuptimin se Allahu është në qiell. Pra kjo është fjala e tyre. Si i përgjigjemi? I përgjigjemi shumë lehtë, domethënë ne e lexojmë librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në gjitha ato, në të gjitha ajetet e shohim se Allahu është mbi qiell, edhe është i lartë mbi krijesat e tij, është mbi arsh, domethënë argumente të shumta, edhe në Kur'an dhe në hadithe. Por ky ajet fis sama, në qiell, mund të shpjegohet me dy kuptime. Njëri prej atyre kuptimeve është për fjalën sama, që do thotë çka? Qiell. Tjetër, a keni dëgjuar, domethënë në përmësime të tjera thash mos si? Është lart, lartësi. Fjala sama gjithashtu domethënë lartësi. Edhe kjo po ashtu argumentohet me ajete. Domethënë jo vetëm të them pretendojmë se gjuhësisht do thotë lartësi edhe dalim ne prej ngushticës, por është domethënë është argumentuar në ajete të tjera. Për shembull ka thënë Allahu subhanahu wa taala anzala minas samai ma'an fasalat awdiyatun biqadriha. Domethënë Allahu ka zbritur nga qielli ujë. Dhe është e njohur se uji, shiu, domethënë zbret nga rreth, të cilat nuk janë në qiell, po janë poshtë qiellit, nën qiell. Janë ndërmjet tokës dhe qiellit. Dhe kjo domethënë argument edhe për këtë është fjala e Allahut was-sahabil musakhkhari bayna as-sama'i wal-ard. Domethënë rreth që janë të nënshtruara dhe janë të udhëzuar atë ecin në rrugë të caktuar mes qiellit dhe tokës. Pra ato nuk janë në qiell, por Allahu thotë se zbret ujin nga qielli, që domethënë nga lart, nga lartësia. Prandaj edhe në këtë ajet e amintum men fis samai, ai i cili është në qiell, domethënë ai i cili është lart mbi krijesat e tij. Kjo është një kuptim i fjalës sama. Gjithashtu në lidhje me fjalën fi, domethënë pasi ata kapen pas fjalës fi, që domethënë në, që do thotë brenda, do thotë. Po ashtu fjala fi në gjuhën arabe e ka edhe kuptimin e fjalës ala, që do thotë mbi. Pra prandaj kur thuhet fis samai, domethënë mbi qiell, ala sama, domethënë që është kuptimi i njëjtë. Po për këtë kuptim a kemi argument gjithashtu? Pra ka argument padyshim
se ka thonë, për shembull, përmend Allahu subhanahu wa taala fjalët e faraonit, që u ka thonë magjistarëve, të cilët i kanë besu Musait alayhis salam dhe pasi janë bërë besimtar, i ka kërcënu, ka thonë wala usallibannakum fi judhu'in nakhli. Do të thonë, do t'ju gozhdoj në trungjet e hurmave. Do të thonë, dhe fi këtu askush nuk e kupton se është për qëllim do t'ju fus brenda në trung, por mbi trung, do të thonë ala judhu'in nakhli, do thotë kjo është e njohur gjuhësisht në gjuhën arabe, se fi e ka edhe kuptimin e brendësisë edhe përmi, po ashtu. Prandaj në me të dyja këto fjalët nuk ka kundërshtim me ekzistimin e Allahut mbi krijesat e tij, sepse është ose fis sema në lartësi, ose ala sema është kuptimi, do të thonë mbi qiellin. A jeni, do të thonë, të sigurt se ai i cili është mbi qiell, ose ai që është lart në lartësi, do të thonë nuk do t'ja sjell këtë dënim e kështu deri në fund të kuptimit të ajetit. Por pasi e japin dietarët e Ehlus Sunnetit këtë përgjigje, mohuesit e cilësive të Allahut kanë një tjetër kundërshtim, thonë se sipas këtij kuptimi është në ajete tjera ka thënë Allahu wa huwa alladhi fis samai ilahun wa fil ardi ilah. Do të thonë Allahu është pra flitet për Allahun subhanahu wa taala, ai në qiell është ilah, është do të thonë perëndi në qiell dhe perëndi në tokë, ose i adhuruar në qiell dhe i adhuruar në tokë. Dhe në ajet tjetër wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum, do të thonë ai është Allahu në qiell dhe në tokë që e di të fshehtën dhe të dukshmen tuaj. Pra ata thonë se sipas kësaj ju duhet thoni se gjithashtu Allahu është edhe në tokë. Pra është në qiell dhe në tokë. Por përgjigjja është se gjithashtu thamë në fillim nuk ka mundësi të ketë kundërthënie mes ajeteve. Do të thënë ajetet janë të shumta që tregojnë se Allahu është mbi krijesat e tij dhe nuk është në krijesat e tij. Dhe në këtë ajet wa huwa alladhi fis samai ilahun wa fil ardi ilah, do të thonë ai është që në qiell është i adhuruar dhe në tokë është i adhuruar. Do të thonë kur e përkthejmë shqip është direkt kuptimi, besoj që e merrni vesh se këtu përmendja e vendit është për qëllim për adhurimin. Do të thonë është i adhuruar në qiell dhe i adhuruar në tokë. Dhe nuk është për qëllim për qenjen e Allahut subhanahu wa taala në qiell dhe në tokë. Por është me kuptimin e adhurimit se Allahu është i adhuruar në qiejt nga krijesa të shumta që i ka kriju Allahu subhanahu wa taala nëpër qiej, dhe është i adhuruar në tokë nga shumë prej krijesave që i ka adhuruar. Do të thonë, siç është në ajet kur flitet për sejdë, do të thonë përmendet kuptimi, do të thonë ja ajetit është se Allahu t'i bëjnë sejdë me lajket, do të thonë ata që janë qiell dhe i bëjnë Allahut sejdë, po ashtu do të thonë drut, pra pemët, kafshët, edhe shpezët, edhe shumë prej njerëzve. Do të thonë jo të gjithë njerëzit, por shumë prej njerëzve. Dhe kështu është e qartë se Allahu është i adhuruar, është ilah. Do të thonë këtu kjo vendi ose dharfije, do të thonë pra fjala fi është në gramatikë thuhet rrethanor vendi. Do të thonë tregohet me këtë fjalë vendi në të cilin gjendet. Ky rrethanor është për uluhijen, do të thonë për adhurimin dhe jo për Allahun subhanahu wa taala. Do të thonë adhurimi i tij, pra Allahu është i adhuruar në qiell dhe në tokë. Edhe po ashtu në lidhje me ajetin wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard. Do të thonë ai është Allahu në qiell dhe në tokë, në qiell dhe në tokë. Kjo është njësoj si ajeti i mëparshëm që u përmend. Do të thonë emri i Allahut
Allah, do thot, siç e ka shpjegu Abdullah ibn Abbas, ka thonë dhul uluhiyya, do të thonë poseduesi i uluhijes. Do thot ai që e posedon gjithë hyjnizimin, që do të thonë se këtu përfshihen të gjitha emrat dhe cilësitë e Allahut subhanahu wa taala, pasi ai është meritor për tu adhuruar. Edhe atij i takon i gjithë adhurimi. Dhe ky është kuptimi se fjala Allah, do të thonë i adhuruari, pra Perëndia i qiejve dhe i tokës, ose që është Perëndi i adhuruar në qiej dhe është i adhuruar dhe është Perëndi në tokë, Allahu subhanahu wa taala. Kurse ai është mbi arshin e tij, siç është përmendur në ajete të qarta. Kështu, do të thonë, pra uluhia e tij është në qiell dhe në tokë, njësoj sikur kanë sjellë si shembull kur thuhet filani është princ në Mekë, emirun fi Mekke, do të thonë, ose më thonë pushtetar në Mekë, a kuptohet domosdoshëm se ai gjendet me fizikisht, do të thonë, në Mekë. Nuk do thot, por do të thonë se pushteti i tij dhe urdhri i tij është i zbatueshëm në Mekë ose në një vend tjetër. Prandaj kur thuhet huwa Allahu fis samawat ose huwa fis samai ilahun wa fil ardi ilah, do të thonë se ai është i adhuruar dhe është Perëndi që adhurohet në qiell dhe është Perëndi që adhurohet në tokë. Po ashtu disa prej dietarëve kanë përmend se në lidhje me ajetin paraprak, wa huwa alladhi fis samai ilahun wa fil ardi ilah. Kjo është më e qartë. Besoj që edhe ju kur e dëgjoni është direkt shumë e qartë. Ai është i adhuruar në qiell dhe i adhuruar në tokë. Por te ky ajeti tjetër, huwa Allahu fis samawati wa fil ard. Do të thonë është pak më e vështirë në lidhje me uluhijen, do të thonë me adhurimin. Disa prej dietarëve kanë thonë se kjo lidhet me atë që vjen pas, ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Do të thonë e di të fshehtën dhe të dukshmen tuaj. Atëherë, si është kuptimi? Ai është Allahu që në qiell dhe në tokë i di ato që i bën i fshehtas dhe ato që i bën i haptas. Do të thonë, edhe në qiell ajo që veprohet, edhe ajo në tokë që veprohet, është e njohur dhe e ditur te Allahu subhanahu wa taala. Ose është huwa Allahu fis samawat. Do të thonë ai është Allahu në qiell, që me kuptimin e lartësisë ose mbi qiejt. Allahu është mbi qiejt. Wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Dhe në tokë i di, pra dituria e tij nuk mungon, edhe pse është lart dhe shumë, do të thonë lartësi që nuk e di askush përveç Allahut subhanahu wa taala. Është mbi arshin e tij, mirë po e di në tokë çdo imtësi dhe çdo gjë që bëhet haptas dhe që bëhet fshehtas është në diturinë e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj, do të thënë, këto në realitet, këto argumente që i sjellin për ta mohuar cilësinë e lartësisë së Allahut subhanahu wa taala, janë argumente që e vërtetojnë këtë cilësi, se Allahu është më i larti. Prandaj Allahu na ka urdhëruar sabbih isma rabbikal a'la, do të thonë lartësoje me madhrim emrin e Zotit tënd më të lartit. Edhe patjetër se ajo lartësia kupton kupton, do të thonë, edhe lartësinë me qenien e tij, se ai është vetë më lart se të gjitha krijesat, edhe lartësinë e pozitës së tij. Do të thonë ai është më i larti padyshim, ai është krijuesi dhe të gjitha krijesat janë nën të subhanahu wa ta'ala. Prandaj secili prej këtyre ajeteve është argument që e vërteton se Allahu është lart mbi krijesat e tij. Dhe prandaj është pjesë e besimit. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka testuar besimin e robreshës me këtë pyetje: ku është Allahu? Edhe përndryshe nëse nuk kishte qenë kjo e saktë, se ka në këtë transmetim ka thonë fis sema, në qiell. Në tjetër transmetim është përmendur se vetëm ka bërë shenjë me gisht për lart. Edhe kjo, do të thonë, është
kuptimi qartë, i drejt për drejt, se bëhet fjalë për lartësi të qartë, jo vetëm lartësi të imagjinuar, si thonë ata njerëz të devijimit që i mohojnë cilësitë e Allahut. Dhe prandaj kjo pyetje është pyetje e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku është Allahu? Kurse ata që tallen me këtë pyetje dhe thonë se këta e kanë humbur Allahun, realitet si tham, ata janë që e kanë humbur, siç kanë thënë disa prej dietarëve. Pra në debat e ka pyetur, a është Allahu lart? Ka thënë jo. A është poshtë? Jo. Kuptohet se nuk është. A është përpara? Jo. Mbrapa, djathtas, majtas, të gjitha ka thënë jo. Edhe ka thënë a është brenda krijesave? Jo. A është jashtë krijesave? Jo. Atëherë ai Khalifja ka thënë lere se këta që nga njerëz që kanë humbur Allahun. Domethënë, sipas kësaj është definicioni se Allahu subhanahu wa taala nuk ekziston, sipas besimit të tyre, nuk ekziston askund. Edhe shkak i mohimit cilësive është pikërisht përngjasimi i Allahut me krijesat e tij. Pra ata që ne njerëz të sunetit që na ka dhuru Allahu këtë mirësi që ta kuptojmë besimin sipas Kuranit dhe Sunetit dhe si e kanë kuptuar sahabët, nuk e përngjasojmë Allahun me krijesat e tij. Më thënë padyshim, Allahu është lart mbi krijesat e tij, qëndron mbi arshin e tij, ashtu si i takon madhrisë së tij. Dhe qëndrimi i Allahut mbi arsh nuk është i ngjashëm me qëndrimin e askujt prej krijesave. Kurse kam pa një prej hoxhallarëve mohues të cilësive të Allahut, si kam thënë dietarët e Ehlis Sunetit, njëherë këta mohuesit e përngjasojnë, pastaj e mohojnë. Edhe nëse e shihni është, domethënë pamje shumë e neveritshme, si e përshkruan, thotë unë ulem këtë karrike me lëvizje, domethënë që tregojnë mungesë të argumentit, prandaj domethënë bëhen lëvizje të tilla të panikut. Domethënë jam ulur mbi këtë karrike, kjo domethënë se un kam nevojë për karrike, nëse hiqet karrikja bie kështu, atëherë domethënë çka të bëjmë? Ta mohojmë se Allahu është mbi arsh. Domethënë një herë e ka përngjasuar qëndrimin e Allahut në pretendimet e tij, nuk ka mundësi të jetë cilësia e Allahut përveç se si cilësia e krijesave. Kurse njerëz të sunetit, ata që e besojnë dhe e madhrojnë Kur'anin dhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk kemi asnjë dyshim. Domethënë ne Allahu vet, siç është një prej rregullave, domethënë në këtë temë, Allahu është që ekziston. Ekzistimi i tij nuk ngjet me ekzistimin e askujt prej krijesave. Ose qenia e tij nuk është e ngjashme me qenjet e krijesave. Atëherë pse duhet të jetë cilësia patjetër e ngjashme me cilësitë e krijesave, ose duhet ta mohojmë. Domethënë, ky është shkaku i devijimit, se një herë e kanë përngjasuar Allahun, pastaj e kanë mohuar cilësinë. Kurse ne besojmë se Allahu i ka cilësitë e përsosura, absolute, dhe në ato cilësi nuk i ngjet askush prej krijesave, dhe ai nuk u ngjan krijesave, është i përsosur, pa tmeta dhe është me cilësia absolute, që i takojnë vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe është ashtu si do ai. Dhe Allahu i ka shpallur cilësitë e tij në librin e tij. Edhe ne kemi vetëm obligim t'i dëgjojmë dhe t'u bindemi atyre dhe të besojmë ashtu si kanë ardhur, kurse mënyrën dhe formën nuk e di askush përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Këto janë lidhje me këto ajete surës Mulk. Lutim Allahun që të na jap dituri të dobishme, të na e bëj të dobishme atë që na ka mësuar dhe të na mësoj atë që na bën dobi, dhe të na shtoj diturinë e dobishme në dunja dhe në ahiret. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.